Thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, thot Allahu xhelle xhelalu, khairin e zbras të robrit e sherrin e ngritin ata tek une. Atahabbu ilayhim bi ni'ami wa ana al-ghani anhum. Unë munona më u bë i dashur atyre, megjithëse s'u duhen. E ata banë të rejtur të une me gjunahe, megjithëse ata nuk kanë për dikën nevojë më shumë se mua. Kjo vëllezër është maja e raportit. Shiko, thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, Allahu xhelle xhelalu thot, unë njerëzit s'u duhen, krijesat s'u duhen. Megjithatë munona, hajde, afroju, teube. S'jam fal 50 vet, nisja. S'ka më xhuru kur, nisja. Kombo 100 vjet gjuna, nisja. Pranon Allahu, me një istighfar. Hadith sahih Buhari, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith, njëri prej njerëzve s'ka bë kur hajër, s'ka bë kur hajër. Kur I ka ardhur vdekja, I ka mbledh djemtë vet. Ka thënë djemtë mi, unë kur hajër s'kam bë, as dinë bë hajër, s'di me adhuru Zotin. Ka thënë kur vdes unë, ma merrni trupin edhe e gjegni. Atë djegmën e bani pluhun. Atë pluhun e gjuni ndeti. Ndoshta pështoj pi Zotit. Allahu xhelal rinjall. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam. I thot Allahu xhelal xhelalu, o robi jam, pse e bën se ta? Çka I thot? Ky njeri thot, o Zot pitutës. S'di çka më bën. Thash, si ta gjujnë deti mos po pështoj. Allah thot, masi mu ketut hin xhenet. Hadith sahih Buhari, sahih Muslim. Vetë se mu ketut, pak mu ketut, I ka thonë hin xhenet. A do shikosh ka thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, Allahu xhelal nuk I duamina atina, ai thot, apo vjen mu bë mik me mua, as I duash atina. Ndërsa najna fukara për Allahun, a ban ma vonë, a bash 5 vakt, a bash edhe që kjo haram, mërë ti si duash Allahut, ti dush me lën haramin, por ti me pështu, jo aj. A do shikosh dhe Ibn Qayyim el-Jauziyja që ka thot, Allahu xhelle xhelaluhu e trajton robrin më matë mira që ka ekziston, ndërsa këshire robit që ja këthen.